statusi 2 minuta më parë i zotit Rama në faqen e tij në Facebook, me 16 maj të gjithë ata do të mblidhen nga të 4 anët e Evropës në sheshin tënd do mbret dhe ne stërniprit e tu do të jemi të gjithë krenar për emrin e Shqipërisë tonë që do të shqiptohet në të gjitha gjuhët e botës. I thot Skënderbeut. Po, me monumentin e Skënderbeut, monumenti më madhështor, mirë, më i madh i gjegjklasuar Skënderbeut në të gjithë trojet, jo vetëm shqiptare, por të gjithë botën. Dhe kupton tani çfarë bën, çfarë dhuratë i bën. Do të ky është reagimi i zotit Rama dhe një kundërpërgjigje zotit Berisha. S'merret fare me po. Kjo është përgjigjja më e mirë, bra. As e përmend. Domethënë bjeri. Komenti yt? Jo, në rregull është ky mesazh di për çfarë merr vlerë tani. Pas lajmit të doktorit se në qoftë se doktori nuk do kishte thënë që do bëj protestë datë 16, ky do ishte një status i zakonshëm që Rama tregon atë shtëpinë që ka bërë atij që do presë ata të Europës. Por nuk do kishte lajm, do ishte një gjë lirike që e përdor emocionale me mesazh kombëtar. Tani bën sens 46 fjalë në një fjali pas një gabim ortografik. Po është 46 fjalë një fjali. Dhe te libri i tij Kurban ka një 450 fjalë një fjali, që është vetëm por edhe. Po jo, po shiko tani aty se për shembull edhe ne presje. E kupton tani? Do të thënë ose ajo tjetra ton presje që do të thënë ka një kujdes vëthekse. Një kujdes për të gjitha rregullat drejtshkrimor që e ka 46 fjalë as i gabim ortografik. Po. Ky status nuk do kishte asnjë kuptim në kuptimin politik, në qoftë se doktori nuk do kishte bërë sot atë gabim. Sot praktikisht duke mos e thënë, Rama ju thot dhe herë shqiptarëve. Ja kontrasti mes nesh dhe atyre. Ne se e merr meritën Rama tani se dhe kjo historia që do bëhet samiti këtu, Rama e ka shitur sikur po e bën ai, edhe pse ai po bën pjesën e vet, por është dhe Europa që po e bën atë gjën. Tani duke i dal doktori në fushë lojës duke bërë protest, praktikisht ja maksimizuar dhe duket sikur tani këtë punë e ka qëndis e Rama që po sjell gjithë Europën. Pra nuk e kuptoj më burr. Ta çdo veprim që bëjnë Holand, vetëm fuqizojnë Ramën. Dhe këtu ka vetëm një deduksion. Tani, apo janë bashkë këta? Janë bashkë. Bashkë kanë ata, mos i këto këto shashka. Po s'po nuk është shashkë, më fal. Mirë tani. Mirë tani. Që ka bashkë Rama me tani, nëse ishte bashkë Rama me Berishën do ishte ti pari do ta të bëj një pyetje. Doktor Berisha, a ja hap Macja Shkopin për zgjuarsi politike? Jo, është maestro? Tani, më fal. Për çfarë bën atë gabimin e datës 16? Kujt i shërben protesta e doktorit? Për elektoratin këtu tani. Ja merr ngushtë. I bërim pyetje, di si do të përgjigjem kësaj? Kur është e fundit nga ajo që kemi bërë ne në një emision që kam pasur unë zotin Berisha dhe ti ke qenë në panel. Ke pasur raste të tjera përballë me zotin Berisha? Jo. Atëre po e kam patur dhe një, po ka qenë në Facebook ai, është histori. Jo, në Facebook jo. Jo që më kanë nxjerr mua dhe më ka trajtuar si dikush tjetër kam reaguar. Na trego edhe për ata që po na ndjekin, përballja jote me zotin Berisha në emisionin tim që ti bëre një pyetje, jo pyetje, por konstatim më saktë. Dëgjoj, doktori ka qenë në Skype mbaj mend atëherë. Po sepse ishte edhe pandemia. Ishte edhe pandemia dhe po flisnim për po mbante narrativën e tij, qëndrimin e tij për korrupsionin qeveritar. Dhe ju i bët një pyetje, si të them unë, doktor, si do i taksoj Partia Demokratike, po them unë kot fermerët. Po? Dhe doktori doli nga kjo pyetja komplet dhe filloi të fliste komplet nga pyetja, pra nuk po i përgjigjesh filloi të fliste për Baxhanakun e Dramës, që unë se di kush është me Qirallafi. Po? Dhe unë i them, doktor të lutem, qëndro tek tema dhe tek pyetja që të bëm, sepse ishte me skalete e gjë, po flisnim 1, 2, 3, 4, sepse po të flasim për Baxhanakrit, Baxhanakrit e shumë dhe e lashun, në kuptimin që ty të ka vdekur Baxhanaku në Gërdec dhe nuk e njoh. Dhe aty siç ishte me sy të kulluar, por nuk i tha, kaq thashun.
Aq duhesh ajo. Ai siç ishte me syt kulluar që po e shinim në për Leduolle, syt me njëherë ju bën me gjak, pra siç Berishës? me gjak në kuptimin që i dalin ato damarët, u e gërsua, edhe tha zotri, kush je ti? Kush je ti? Po nuk po më thoshte mua kush je ti ai. Po i thoshte dikujt tjetër që ndiqeni pak kush është ky dhe shoqëroheni pak. Nuk ndodhi asgjë. Unë i thash doktor, nuk po të them gjë, po të them që qëndron në temë. Që ke friksuar një çik. E u kalua, po nga këta dhe friksohesh. Patjetër. Patjetër. Se nuk friksohesh ti Landa? Jo, problemi është se këtu i bëj pyetje tu, kur të më thash, do të them unë pastaj. Okej, dole bukur. Jo, ki parasysh që unë nuk shkel në kallo kurrë. Unë nuk merrem kurrë me jetën e njerëzve, në jetën personale të bëjnë ç'të duan, sepse por në momentin që unë nuk u friksova në kuptimin që do më bëj gjë ai. Po nuk doja ta agravoja më tepër atë situatë, sepse nuk ishte ai thelbi. Por unë vura re që kur ju hyn kujtdo, kur ju shkon tek dyshimet e mëdha të parave, aty duhet ta masësh mirë. Duhet ta masësh mirë, sepse mund të të fali për akuza politike doktori gjithë ditën e ditës. Thuaj çfarë duash. Ka dështuar me teknikat, nuk bëri program të mirë. Madje jemi aset për të sepse ju thot vetëve ja, duhen mundur këta, bla 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 bla. Po në momentin që i hyn tek biznesi familjes, aty këta bëhen të rrezikshëm. Unë nuk ja kam përtuar në kuptimin që kur ka patur gjëra për të nxjerrë kemi nxjerrë, nuk diskutohet. Por gjithsesi këta mos e thuaj kështu atë trëmbit ta patjetër që trëmbin, sepse këta kanë patur pushtet sa s'ka. Vlla, çfarë kanë bërë këta në kohën e famkeqit Gazidede, ti e di mirë. Ti e di mirë që kanë ikur kolegë tanët jashtë shtetit për gjithë natën nga Greqia dhe nga Italia. Jo, se më kujton dhe e them disa herë, atë mirë vetë lalën unë, Bardhok Lalën, do më sjellësh një ditë në studio se e ke nga... Do përpiqem. Do të thënë, këtë do ta bëjmë dy bashkë, do të jesh aty. Po patjetër. Sepse atë në 97-ën e kanë rrarë, e hodhën dhe thanë ti për të vdekur, pra për të vdekur. Të liçeni dhe po është dikush tjetër që sot që flasim është gjallë, që është hedhur te liçeni dhe një herë 24 orë mund t'i vi memoria 30 sekonda. Sepse i është injektuar, e kupton, pra ka... Okej, Gert, po unë dua një parashikim nga ty tani, se gjithmonë ta bëjmë parashikim, të kanë dalë ca parashikime, i bëm ca të bukura, i kanë me stafin këtu, po bëjmë një gjë shumë të bukur, që të gjithë ata që kanë bërë parashikime gjatë fushatës, do bëjmë një montazh, do të thonë jo montazh për të ndërhyrë ato që ke thënë, po një kolazh, po. Një bashkim, një kolazh dhe do t'i nxjerrim ato, po tani, në këtë situatë që jemi, si e parashikon të ardhmen e Partisë Demokratike të zotit Berisha, të gjithë liderëve aty, si e parashikon? Unë mendoj se, ose deri dje, kam menduar që Sali Berisha do të tërhiqet. Pra, duke parë reagimin e parë ti publik pas fillimit numërimit, gjuhën e tij të butë, siç nuk ishim mësuar ta shinim, unë mendova që... Të pse ishte ajo vërtet se u habi? Nuk e di, po unë mendova këtë. Thash ky ka thënë me vete tani unë partinë